Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lut Zotin t'jeni mirë të gjithë. Paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Elhamdulillah, jemi sot në ditën e 20 të Ramazanit, 10 mars 2026. Elhamdulillah, sonte ndargët inshallah taala futemi në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. E falenderojmë Zotin i cili na solli deri në këtë kohë, deri në këtë vakt. Lut Zotin e Madh që t'i japim hakun këtyre ditëve që na kanë bet nga Ramazani, këtyre 10 netëve të bekuara të Ramazanit, netët më të mira që Zoti ka krijuar në të gjithë historinë e vitit. Net ku thesari i fshehur në to quhet nata e Kadrit, për cilën Zoti thot në Kur'an, Lejletul Qadri khairum min alf shahr, nata e Kadrit më e vlerësuar se 1000 muaj. Zoti na mundsoft që të arrijmë mirësinë, bekimin, vlerën, shpërblimin e natës së Kadrit. Atëherë po fillojmë me komentet, me mesazhet që po na vinë dhe na kanë ardhur. Ka filluar këtë mëngjes Tetova, pastaj pason Gjermania, pret fuqishëm selam Presheva, dhe kështu rrjedhin një lumej selamesh nga gjitha anët e vendit dhe kudo që ka shqiptar, elhamdulillah. Zoti i shtoft, e Zoti i udhëzoft, e Zoti i drejtoft, e Zoti u aqit drejqin për barku shqiptarëve kudo që janë. Amin. Vazhdojmë me Vjenën, godet fort Shkodra, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Ndërkohë që ne po shohim edhe pyetjet që mund të kenë vëllezërit ose motrat, tani shkoi goditja nga Italia, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Ndërkohë që përgjigjet fuqishëm me një penallti të fortë Gjilani, pason Mitrovica dhe do të shohim se kush do të jetë selami i radhës. Ndërkohë që po shohim edhe pyetjet e shikuesve tanë. Dhe vjen pyetja e radhës, thot kur është nata e Kadrit. Me kalendar, pra nëse do të ecim me kalendar, nata e Kadrit është me 26 Ramazan, pra që i bie me 16 mars. Ndërkohë që ne themi nata e Kadrit është në 10 netëshin e fundit. Selam thot nga zemra për Shkupit, pastaj i pason Ulqini, amin. Pastaj Gjuan nga Këndi Peja, aleikum selam. A mund ta falim namazin në natës në shtëpi dhe sa bëhet njëti dhe sa rekate? Është e lirë, mund të falësh 2, 4, 6, 8, njëtin e din Zoti s'ka nevojë. Godet me një selam të fuqishëm Athina nga porta në port, pastaj Slupçani i Jakubasibit, Allahu e mëshiroft, pastaj kalon goditja në Berat nga Korça, kemi një penallti të fortë nga Frankenburgu i Gjermanisë. Desha me ta bëj një pyetje kur fal në xhami njërit i duket shpina, na prish neve namazin? Jo. Mirë është që me këshillu. Kemi një penallti selam nga Kopenhageni i Danimarkës, si falet namazi i vitrit, 3 rekat pa ndërprerje ose 2 selam pastaj 1 rekat. Goditje Këndi nga Kamza, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Është e vërtet se mas kalendarit ka edhe 20 minuta kohë për të mbyllur syfyrin. Jo, nuk është e vërtet. Selam nga Berni, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu, dhe një selam të nxehtë nga Prishtina. A kemi hyrë në 10 netët e fundit dhe 10 ditët e fundit? Po, tani jemi në 10 ditët e fundit, ndërsa sonte ndargët do të futemi tek 10 netëshi i fundit. Selam thot nga Fieri, aleikum selam, rahmetullah, godet fort nga porta në port, Gjirokastra, aleikum selam, rahmetullah. Ndërkohë që kemi një penallti nga Austria, aleikum selam, rahmetullah, barakatuh. Po ditën e natës Kadrit që ne agjëruesit agjërojmë, cili është sevapi atij agjërimi, nuk ka dyshim se është shumë i madh, sepse para prin natën e Kadrit.
Si ka mundësi që edhe pse jemi në Ramazan kemi mendime negative, sepse shejtani është nga i shejtan e kemi mrena nesh. Ky që shejtani që është brenda nesh, që thash unë fillim të fjalës time o Zot, nxirre shejtanin për të bërë shqiptarëve. Ky shejtani që është brenda nesh, ai vazhdon të shkaktoj vezvese tek njeriu. Pra, ngacmime, mendime e kështu me radhë. Selam thot nga Belgjika, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuhu. I përgjigjet këtij selami, një selami nxehtë nga Austria, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuhu. Desha të di thot, a ndahet zekati në shumë pjesë? Po, mund ndahet zekati në shumë pjesë. Kemi një goditje nga këndi të selamit nga Slovenia, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuhu. Dhe kemi një goditje të fortë selami nga fshati Borin, ana e Prilepit, gjithmonë kur e ka sjell selamin, e ka sjell në këtë formë, nga fshati Borin, nga ana e Prilipit. Allahu trujt. Ndoshta është nga ndonjë fshat tjetër Borin, nga një anë tjetër, për këtë arsye vllai e cilëson gjithmonë dhe thot nga ana e Prilipit, pra mos e ngatronim në një Borin tjetër që mund të jetë nga ana e ndonjë vendi tjetër. Selam thot nga Piacenza, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuhu. Selam nga Haracina e Shkupit, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuhu. Po dita e agjërimit që ne agjërojmë, tham këtë përgjigje më lartë. Selam nga Librazhdi, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuhu. E kështu pra shohim selamet dhe pyetjet dhe komentet. Në rast se jemi udhëtar dhe e dim që loresh nga agjërimi, po unë agjërova ditë shumë mirë, udhëtari e ka në dorë vetë, nëse do agjëro, nëse nuk do, nuk agjëro. Kemi një selam si goditje këndi që vjen nga Franca, alaikum selam, pret fort Italia, dhe kemi goditje nga Sabli i Italisë. Selam nga Franca, thot, ne që e kemi filluar, thot, me datë 18, ecim me kalendarin këtu. Shumë mirë veproni, edhe unë po të isha, do të ecja me kalendarin e atjeshëm. Selam, thot, nga Stuttgarti, wa alaikum selam, wa rahmetullah, përgjigjet fuqishëm Kosova, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Dhe kështu vazhdojnë selamet, një goditje nga porta në port, vjen nga Oslo e Norvegjisë. Mashallah, një selam shumë i fort, mi po pret fuqishëm Italia. Wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuh. A mund të themi ne, thot, femrat i kametin? Po, duhet me thonë dhe ju femrat i kametin. Goditje me kokë nga Gjermania. Selam, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuh. A ka problem që piqet suës që paraprin dhimbjes së kokës, kur jemi agjërim nuk bën, në kohën e natës lejohet, nuk ka se lloj problemi. Kemi një penallti të fortë nga Toskana, alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Kam falur namaz gjatë natës në netët e Ramazanit, a quhet namaz natë? Po përderisa i ke fal natën, quhen namaz natë, nuk mund të quhen namaz dite. Kemi një selam nga Hungaria, alaikum selam, rahmetullahi, barakatuh. E çela 1 minutë para iftarin gabimisht, a më shprishur agjërimi? Jo, inshallahu taala, stresi 0. Si bëhet për disa pseudo-zhallar që flasin nëpërmjet TikTokut? Po përderisa ka budallën që i dëgjojnë, mirë t'ju bëhet. Kur shkon në xhami dhe imami e ka nisur falin, a duhet ta nisim dhe ne me atë moment apo duhet presim kur t'japi selam? Jo, duhet lidhim me njëherë me imamin. Çfarë kemi arrit e fali me imamin dhe çfarë nuk e kemi arrit e plotsojmë. A mundet falet namazi vetëm farz, pra 5 kohët, po vetëm farzët mundet, por ajo që këshillohet është me i bë të gjitha, inshallahu taala. Selam aleikum, thot nga Presheva. Kjo ishte një goditje nga mesi i fushës, Zoti
i ruajt shqiptarët kudo që janë, sidomos ata të Luginës në veçanti. Çfarë na këshillohet që të bëjmë 10 netëshin e fundit Ramazanit? Normalisht agjërim, namaz taravije, namaz nate, sadaka, lexim Kur'ani, istighfar dhe lutjen e transmetuar nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, Zot, ti je falës e do faljen, prandaj më fal mua, o Zoti im. Kemi Ence nga Milanoja. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam aleikum, desha me ju pyet thot namaz zabaut a e falim 20 minuta pas imsakut. Pra kjo është një pyetje që quhet pyetja milionere, pra një pyetje që mund të jetë bërë këtë Ramazan 1 milion herë. Po, 20 minuta e pas. Shpresoj që këtë pyetje ta kemi edhe ditën e fundit të Ramazanit. Selam thot nga Italia, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam bërë namaz natë thot qysh kur ka filluar Ramazani. A kam bërë mirë? S'ka dyshim që ke bërë shumë mirë. Kur i bie nata e Kadrit, natën e Kadrit e ka fshehur Zoti në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Kërkoje se 10 net janë, nuk janë 100 net as 1000 net. Selam aleikum nga Zyrihu, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Kuçova, sa na takon sadakaja për person, aq sa është për gjithë tjerët, nuk jeni ju më të privilegjuar se sa të tjerët, 4000 lek të vjetra ose 400 lek të reja. Selam thot nga Tirana, mashallah, pret fuqishëm Tursi. Aleikum selam, rahmetullahi barakatuh. Ndërkohë që goditje këndi nga Tanusha, aleikum selam, rahmetullahi barakatuh. Pret Hanoveri. Thot, selam aleikum, thot nga Tetova, aleikum selam, ku gjendet shejtani më i madh? Shejtani më i madh është tek çdo njeri që i hap derën. Kujt i hap derën, aty është shejtani i madh. Çdo njeri që i hap derën, e ka shejtanin aty. Pse të namaz tart nuk e kanë shti namazin e vitrit? Tek Jacia as kurkun hiç. Se di fare që është kjo namaz starti, kështu që stresit zero. Sa mirë për i falë që të ravit, kishmi pas kënej ka gjilani, hajrë, inshallah. Selam nga Tirana, alaikum selam, rahmetullahi, barakatuh, pret fort Korça. Vaktin tjetër kur marrim avdes pranohet që t'ju shkojmë vetëm mes si për çorapeve, pranohet. Derisa në kilometra njihet udhëtar, nëse kalon nga qyteti në qytet dhe mes qyteteve ka shkëputje, nuk janë të lidhura me njëra tjetrën. Nuk mund ta plotësoj sot agjërimin sepse kisha dhimbje koke, po hala s'kina filluar bjerë. Akoma nuk kemi fillu. E rëndësishme, nëse ke dhimbje, nëse ke shqetësime, mund mos agjërosh. Selam thot nga Elbasani, aleikum selam, rahmetullahi barakatuhu. Selam nga Klosi dhe i lutem Zotit për të gjithë agjëruesit. Amin. Vllai nga Klosi. A mundem të vërejmë cila është nata e Kadrit? Po. Mund të jetë nata e 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mund ta vërejsh në një nga këto netët, vlla Halimi. Amin të gjithëve. Selam nga Shkodra, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Selam nga Prizreni, a falet nesër namazi natës? Jo, duke fillu nga sonte në darkët, inshallah taala. Selam nga Mitrovica, kam vajzën 7 muaj dhe apo gjën e zanin që janë me dënes. Normal, mund të jetë zëri i lartë ose mund të ketë në mësysh. Namazin e sabaut a falet një... Subhanallah. Namaz sabat a falet 20 minuta pas imsakut, pra elhamdulillah është pyetja që është bërë 1 milion e 1 herë. 1 milion e 1 herë. Fort fare është për Zotin. E fort është edhe duhet me pas durim kali
që t'i përgjigjesh një pyetje 1.000.001 herë. Megjithatë ne kemi dhënë përgjigjen, edhe sot e kemi dhënë më shumë se 3 herë. Nga fshati Çerkolez, komuna Istogut, patjetër që e kam dëgjuar Istogun. Istogu është vendi ku prodhohen hafizat e Kuranit. Allahu ju rujt. Selam e thot nga Australika. Aleikum selam, rahmetullahi barakatuh. Një selam i fort vjen nga mesfusha e Francës. Aleikum selam, rahmetullahi barakatuh. Nga Fusharzi ju përshëndesim, thot Allahu ju përshëndet e ju bekoft e ju ruajt nga çdo e keqe, ju pranoft agjërimin pret fuqishëm Peja dhe më pas Cahani. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Jam 16 vjeç dhe jam me urdhër mbrojtje nga policia për shkak se njerka dhe babai më kanë dhunuar vazhdimisht, por kjo gjë më ka shkaktuar depresion, ankth dhe stres. A duhet që t'i bëj seancat me psikolog pasi mi ka lënë gjykata, edhe nëse doktori ankthit më jep ilaç, a duhet t'i marr? Bëj çfarë është më e mira nga ana mjekësore për ty, mos pyet hoxhën për këto muhabete. Allahu ju rujt. Një penalti nga Dortmundi. Aleikum selam, rahmatullah. Pret fuqishëm Paskuqani, masha Allah, te barakallah. Thot Paskuqani, kur i bie që t'jetë nat tek e rëndësishme, o Paskuqan, ka fillu gara qysh sonte, kështu që ec vlla, stresit zero. Që e kënë qef, thot se ka fitu Partizani dje, alhamdulillah. Edhe Tirana, inshallah, do të fitoj shumë shpejt. Unë ndërgjova një zë që më tha që nata 4, 26, 27 ditë e njëte. Mashallah, mashallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu e boft marë edhe mirë. Allahu e boft marë edhe mirë. Sa duhet me thonë vitra për person? E dham përgjigjen pak më herët, megjithatë 400 lek të reja ose 4.000 lek të vjetra. Ata që janë në Evropë duhet pyesin në Evropë. Çfarë mendon për luftën e Hoxha? Kemi dhënë mendimin që është ditën e parë që ka filluar lufta, mund t'i kthehesh kasetës së ditës parë. Thotë Hoxha na jep në lek borx. Po si jo më vëlla. Sa të doj shpirti jote dhe zemra jote e vogël. A thuhet para farzit i kameti? Po normalisht para farzit, se mas farzit nuk thuhet i kamet. Selam, thot nga Peshkopia. Aleikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh. Nga Shkupi, aleikum selam. A mund thot me prish agjërimin pa vetdije? Jo, o Shkup nuk prishet pa vetdije. Sa dhe ka për shpirtin e të vdekurit, a pranohet? Pa dyshim që pranohet, duke mbështet në hadithin e atij burrit që e pyeti profetin alayhi salam për sadekan për nonën e vet. A është haram me martu një grua që është divorcuar? Jo, nuk është haram, është sevap biles. Ato të divorcuarat kanë më shumë nevojë të gjejnë ngrohtësi se çdo kusht tjetër. Rafishat thot nga mesi i fushës nga Dortmundi. Dortmundi e humbi një penalti të fort pak më përpara. Ndërkohë që kemi një goditje këndi nga Bostoni, USA, Massachusetts. Selam, aleikum selam, rahmetullah. Hoxh, qika jem ka hangër 10 minuta mbas së fyrit. Se ka ditë vaktin, hajrë inshallah, stresit zero. Përsëritet pa pyetja 1.000.002 herë, a falet sabahu 20 minuta mbas imsakut. Pra, elhamdulillah, në këta Ramazan kjo pyetje është bërë 1.000.002, tani u bë 1.000.003 herë. Çfarë të bëjmë me ushqimin e mbetur? Ushqimin e mbetur e hidhni, nuk e çfarë të bësh. Nuk e ruan dot. Hoxhë nderuar, thot mos i ke dhënë Pejës karton të kuq se s'po të shohim kurr me ardh këndej. Sikur na thirrët ju neve nuk erdhëm. 1-0 për Hoxhën.
Çfarë duhet këndojmë për të vdekurin që e shohim në ëndër? Jepni sadaka për shpirtin e tij. S'ka nevojë me iknu, po jepni lëmosh në sadaka për shpirtin e tij. A mund falet çfarë kohë mund falet namazi i natës nga yatsia deri në sabah? Po nëse flejmë gjatë ditës, hajër inshallah, ta rëndësim që ti kesh punët në Terezi. Selam thot nga Durrësi, aleikum selam, rahmetullahi barakatuh. A mund ta lexojmë Kur'anin të shtrirë në krevat? Jo, nuk mund ta lexosh. Selam nga Klosi i Matit, aleikum selam, wa rahmetullahi barakatuh. Selam nga Dortmundi, cilat janë shenjat që na tregojnë se janë nata e Kadrit? Është natë e qetë, dielli lind pa rreze, pra është një natë e qetë, dielli lind pa rreze dhe zakonisht në fund natës bie një ves shiu. Selam nga Stëgalleni i Zvicrës, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Që në fillim kam mbajtur agjerim, por mora vesh se jam një muaj e 7 zëna, mund ta mbaj edhe këtë 10 ditësh. Unë besoj se duhet pyesni një mjek specialist për këtë gjë, para sa dish ngjova një mjek që thoshte 3 muajt e parë nuk është problem agjerimi. Pastaj thoshte nga muaji i 4 e mbrapa, ai mjek unë nuk e di, konsultova me mjekun specialist. Selam thot nga Miniu, mashallah, forumi rinor shqiptar i Miniut, vëllezërit tonë pra në Bajrën, Zoti ju rujt e Zoti ju ndihmoft, Allahu mundsoft që ta bleni objektin e ri. Amin. Është koha e 10 netësh të fundit, inshallah dhe vëllezërit që po na ndjekin të lidhen këtu me Alba Niches Jugend Forum in Bajrën në mënyrë që të bëhemi sebeb për të bler objektin e ri, inshallah taala. Kur jepen fitrat, kemi fillu tek xhamia ti mbledhim qysh sot. Selam aleikum, thot nga fshati Rusan i Delvinës. Aleikum selam, rahmatullah. I përgjigjet nga mesi i fushës Kavaja, fuqishëm. Okej. A mund ta falim dhe ne me ju namazin e natës nëpërmjet celularit? Jo, nuk mund ta falni. Sa është sadakaja për këtë vit? Elhamdulillah, kjo është një pyetje që është përsëritur deri tani 700 herë, 400 lekë të reja, 4000 të vjetra ose 4 euro. Flasim për Shqipërinë gjithmonë. Selam aleikum, thot një goditje këndi nga Kosova. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Amin të gjithëve. Nga ulmi i Gjermanisë, mashallah, Zoti ju rujt e Zoti ju nderoft. Allahu ju pastroft nga çdo e keqe. Selam nga Deçani, aleikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh. Mbasi mbarojmë teravit, flejmë pak e më urçu nga ora 3, namaz natë, vitrin e së fyra. Është okay? Shumë mirës. Cila shenja natës 4 e përmenem nga Italia, nga Kosova, malihum Ramazanin. Se kuptoj fare që thotë Allah. Malihum Ramazanin, asë diktume, kështu me dikmen e Allahu, moj, por muj agjerume. A dëgju hajde, të s'ka qatë gjibiti që e me përsipër. Selam nga Sejgeni i Gjermanisë, aleikum selam rahmatullah. Si me falë namaz natë, hajde, bismillah, Düsseldorf, Austria, Bronico, Itali, mashallah, na shenjat e natës 4 i tham. Mirë o vlezën, Allahu ju rujt, Zoti ju nderoft, sepse edhe unë duhet bëhem gati për të falë sabahun në xhami. Selam nga Linzi, Austrisë, Amin Puka, Durrësi, München, Italia, Endigen, Gjermanisë, aleikum selam,
Okej. Podujeva, mashallah, zoti rujt. Shijaku, Munchen. Kalaja e Dodës, Allah i rujt, mashallah. Kalaja jeni pasha zotin. Bambergu, Allah u trujt. Mirë, vëllezër, atëherë po mjaftohemi me kaq. Mulhouse. Aty është bërë një xhami, më duket aty, Allah i rujt. Boston, okej. Mirë, pra atëherë po mjaftohemi se janë shumë pyetje, por nuk i kapim dot, sepse unë duhet shkoj për vete të kap synetet dhe farzin në xhami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.